zonja dhe zotrinj, më lejoni që ta prezentoj kabinetin e qeverisë së re. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Albin Kurti. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i financave dhe ekonomisë, Hekuran Morati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale, Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla. Ministri i administratës publike dhe digitalizimit, Lulzën Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës, Avni Zogjani. Ministri i kulturës dhe turizmit, Fatmir Spahiu. Ministri i sportit dhe rinisë, Blerim Gashani. Ministri i administrimit pushtetit lokal, Rasim Demiri. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pulltarisë dhe zhvillimit rural, Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit, Besnik Bislimi. Ministre e tregtisë, industrisë dhe integrimeve evropiane, Mimoza Kusari. Ministre e energjisë dhe minjerave, Artone Rizvanolli. Ministër për komunitete dhe kthem, Nena Drashić. Ministër për zhvillim rajonal, Sejnur Vejshall. Ju faleminderit. Shënjestër.net